a ka diçka më të shenjtë, a ka mirësi më të madhe, se sa ta bëjsh një jetë ti bashkë me familje, ashtu si që dëgjum 8 vite më parë më ka vdek burri, e me ditë që kalon dikun për mas, është bo bashortja bashkë me fëmijë bashkë edhe kanë bo një jetë jo me harru babën apo bashortin, por prap këtu na mëson i dashmi Zotit të thonë për të vdekurit tuaj mos i harroni kurrë 2 gjona. E para, lutja për të, mos e hekni prej duave, prej lutjeve tuaja kurrë, edhe jepni sadak për shpirtin e tyne. E këta që janë bo sebeb me bo këtë familje me shtëpi të re, kanë bo njetë për shpirtin e rahmetlisë të parit shtëpisë, që ka vdek para 8 viteve, dhe për shpirt ti, po e ndërtojnë këtë shtëpi për këtë familje. Në pamjet i pamë kushtet se qysh kanë jetu, veç nga pamjet e kuptojmë halin edhe dertin e tyne. E pat nanën të lëdhtë edhe të raskapitur, na po e shohim pamjen e jashtme, ftyra që flet shumë, po gjokësi kësaj nane, po brendësia asaj. Veç inshallah do Zoti, e nuk ndalemi neve asnjëherë për t'ju largu këto brenga, sa do sebep i vogël, shkaktar i vogël që jem na se punën më të madhe, është të je bo djersa ju, djersa shumë donatorve, po inshallah në vargun e tyne, na runë Zoti edhe neve na shpërblen bashkë me juve, mundohi të largoni brenga të shumë familjeve, sepse keni me liru vetë vetën prej shumë hallëve, derteve edhe sikleteve.